Njëri ndër fiset e shumta ilire që kanë jetuar në Ballkan ka qenë edhe fisi i Penezëve, i cili kryeqytet ka patur Uskanën. Ky fis i lirë shtrijej duke filluar nga Bukoviku, mal në mes të Kërçovës së Gostivarit, në lindje të lumit Treskaj deri në brodin e sotëm, që do të thotë se hapësira që përshkruam ju takon territoreve në të cilat janë prezente sot vendbanimet tona në Kërçovë. Vendbanimet e qytetit të Kërçovës ndodhen në një fushë të rrafshët rrethuar me male të pasura nga ku burojnë shumë lumej që formojnë lumin Treska. Për herë të parë, ky emër do të përmendet në shekullin e dytë para erës së re, gjithsesi në kohën e luftrave romake me mbretin e Maqedonisë Perseon dhe atë me emrin Uskana, emër i cili nuk mund të mbjetoj, por u zhduk gjatë kohës së depërtimeve dhe pushtimeve slave, ashtu sikurse u zhdukën edhe 12 kështjella romake në afërsi të këtij vendbanimi. Kërçova bën lidhje në mes të Gostivarit dhe Strugës në një gjatësi prej 100 kilometrash, atë të Dibrës e nga ana tjetër të prilepit e manastirit, e ku vendodhja në këto nyje lidh se ka bërë që edhe projektet anti-shqiptare, të cilat janë përpiluar, kanë lejuar që të veprohet me egërsinë më të madhe për të ndërprerë lidhjen e gjenit dhe të komunikimit shqiptar. Me gjithë vërshimin e madhslav që ndodhi në këto vise prej shekullit 7 e Melkëndej dhe sundimit egër bizantin, elementi autokton shqiptar nuk u asimiluaj tëri, por arriti të ruaj bërthamen e tij të fortë dhe kështu të mbjetoj me sjetën. Më vonë, në gjysmën e dytë të shekullit 8, Kërçova bie nën sundimin serb dhe atë për një shekull. Me fillimin e pushtimit turk edhe Kërçova bie nën sundimin e perandorisë osmane, ku në defteret e saj në Kërçovë përmenden lagjet shqiptare me 71 shtëpi, e ku dëshmit më të sakta i gjem në shënimet e Sami Frashrit të vepra e tij Kamus al-Ala me vitit 1889, ku Kërçova paraqitet si kaza apo qendra e vilajetit të manastirit. Lidhja shqiptare e Prizrenit, e cila në datë 10 qershor të vitit 1878 u bë adhëtarët e patriotët e kohës nga të gjithë trevat shqiptare për të formuar shtetin e tyre, në këtë ngjarje historike nuk kishte se si mos përfaqësohet edhe Kërçova, në emër të cilës do të firmoste dokumentin e lidhjes shqiptare Ali Beqitaku nga Drogomishti, Jusuf Ali Premka e Ali Tefik Ibrahimi nga Kërçova, të cilët kanë nënshkruar telegramin që i drejtoi Kongresit të Berlinit. Duke u nisur nga autoktonia dhe vazhdimësia e trashëgimisë etnike nga lashësia, shqiptarët në Kërçovë dëshmohet se janë populli më i vjetër që arritën të shpëtojnë asimilimit të sunduesve të ndryshëm që shkelën këtë tokë. Në vitin 1908, në kohën e pushtetit Gjon Turk, kërçovarët të shpallën padëgjueshmërinë ndaj perandorisë osmane, e cila ishte në rënje e sipër, e të cilës ju kërkua me ngulm lirimi i veprimtarisë së shkollave në gjuhën shqipe, të cilat i kishte hap Mulla Nashyt Zajazi, ndihmuar nga Hoxha Qerim Tahmuni, Mulla Zada, Ali Dila, Qerimi nga fshati Mahmude dhe Qamili Prabadishtit. Ato me shumë sakrificë arritën që të ruajnë e zhvillojnë gjuhën, kulturën, traditën e arsimit shqip. Periudha më e vështirë për to do të ishte koha e çlirimit të popujve të Ballkanit nga sundimi i perandorisë osmane, ku fatkeqësisht qyteti i Kërçovës dhe shumë vise shqiptare do të ngelin jashtë trungut të shtetit shqiptar, e ku viti 1913 për shqiptarët e Kërçovës do të ishte viti i trishtimit të madh. Forca sërbe në pretekstin për të shuar kryengritjet e mundshme nga shqiptarët e paknaqur që ngelën jashtë shtetit tam, vranë pleq, gra e fëmijë, shumë burra u masakruan në përgjami, u dogjën në përkasolla, apo u varrosën në përvareza kolektive të cilat nuk janë ende të zbuluara. Në këtë periudhë kohore u dogjën shumë vendbanime të banuara me shqiptar, duke i vrarë të gjithë banorët. Kështu e pësuan shumë fshatra shqiptarë në lindje dhe jug të Kërçovës si Mjokazi, Braçani, Bigordolenca, Sopi, Modrishta, Knezhina, Dërgova, Pesoqani, Qafa dhe shumë vendbanime të tjera që u pastruan nga elementi shqiptar. Gjithsesi, në periudhën e bërjes së alfabetit ton dhe shpalljes së mbetësisë të shtetit shqiptar, kërçovarët në përgjithësi, në veçanti pjesa që jetonin e punonin jashtë vendindjes, do të jepnin kontribut të pazëvendësueshëm në zgjedhjen e kauzës sonë kombëtare. Në bazë të artikullit që ka botuar gazeta Java janar 1937 nga Sefadin Kërçova, informohemi se kolonia shqiptare kërçovare që ka vepruar në Bukuresht ka qenë e udhëhequr nga Mulla Nashyt Zajazi dhe Recep Novosela. Në kryesin e kësaj shoqate kanë qenë edhe Sefedin Kërçova, Emin Zajazi, Sen Zajazi, Hysen Haxhi Sadikun nga Zajazi, Recep Faskun nga Grishnica, Mehmet Ali Aranxhelli, Jusuf Hoxha nga Tuhini,
Ka merr Limkun nga Sërbica e shumë anëtar të tjerë emrat e të cilëve nuk figurojnë. Kështu nga të dhëna që na jep Sefedin Kërçova në artikullin e tij shihet se kjo shoqate themeluar në vitin 1900 ka qenë organizuar mirë dhe ka bashkëpunuar me të gjitha klubet apo shoqata shqiptare që kanë vepruar atkohë në Bukuresht. Sefadin Kërçova na informon se kjo shoqat përveç botimeve dhe shpërndarjes së librave dhe gazetave në gjuhën shqipe, po ashtu ka mbledhur ndihma financiare për të ndihmuar mbajtjen e Kongresit të Alfabetit në Manastir, ku punime do t'i përcjellnin Recep Novosela dhe Mulla Nashid Zajazi, të cilat në vitin 1917 bullgarët e burgosin dhe e dënojnë në gjyqin e Manastirit me varje në litar pranë urës së Gurit në Shkup, vetëm se përpiqej të përhapte shkronja shqipe dhe të ndihmonte në hapjen e mësonjtorëve. Sipas asaj që na tregon Sefadin Kërçova në artikullin e tij, del se e njëjta shoqate kishte pritur edhe Ismail Qemalin dhe i kishte shtruar dar kur ai nga Stambolli shkoi në Bukuresht për të takuar me disa krerë të vendit, dhe ku prej aty do të vazhdonte në Vjenë e më pas në Vlorë për të shpallur pavarësinë, ku në mesin e tyre kanë qenë të deleguar antarët e shoqatës së Kërçovarëve nga Bukureshti udhëhequr nga Sefedin Kërçova apo Mehmed Ali Ballashi Toçku nga fshati Sërbic. Në mesin e Kërçovarëve në atë periudhë një kontribut të veçantë për çështjen shqiptare ka dhënë edhe Jusuf Ali Premka, i njohur me pseudonimin Jusuf Albani, i cili ka jetuar në Sofje të Bullgarisë, aty ku ka botuar edhe gazetën Albanian Bullgarishte dhe Shqip. Gjithashtu pjesëtar i Kuvendit të Lidhjes së Prizrenit. Por përderisa organizimi i Kërçovarëve ishte në nivel jashtë vendit të tyre, kundërta ndodhte në vendlinjen e tyre pranë Kërçov, ku niveli i ulët i shkollimit si dhe mos organizimi dhe mos mbajtja e lidhjeve me rrethet e tjera kishte krijuar një huti që askush nuk e dinte se çka do të sjellë e nesërmja. Në këto rrethana kohore krijohet një rezistencë nga pjesa më e vetëdijshme e popullatës duke dalë kaçak. Ndër të parët që janë të regjistruar si të tillë janë nga familja Braja, si Hasan Emale Braja e pastyre, dhe që do të dallohen për trimëri dhe organizim është Sefer Zajazi, i cili do t'i shkaktojë shumë kokqarje pushtuesit. Në këtë kohë si kaçak kanë vepruar dhe Dan Çeliku, Kadri Dani e shumë të tjerë. Kështu në këtë periudhë Kërçova, e cila i takonte vilajetit të Manastirit, do të binte nën thundrën e egër të mbretërisë jugoslave. Kohë në të cilën filloi dhe zbatimi i planit të asgjësimit të shqiptarëve me metodat e paracaktuara të memorandumit të njohur të Vasa Çubriloviçit. Në periudhën e luftës së dytë botërore, populli shqiptar ishte përcaktuar në luftë për liri e pavarësi, por vendimet e padrejta të fuqive të mëdha të asaj kohe sërish shqiptarët e këtyre anëve, përfshi edhe Kërçova, do të ngeleshin jashtë vullnetit të tyre si pjesë e Federatës Jugoslave. Trumbetimi se të gjithë do të jetonin të barabartë në parullën vllazërim bashkim sa vinte thelloi. Kriza politike dilte sheshazi se është një mashtrim i ri. Kërkesa legjitime e popujve për vetëvendosje dhe për daljen nga shteti i dhunshëm e artificial i krijuar me anë të dhunës e terrorit, shqiptarët i bënte që të mos besonin në pushtetin, policinë e ushtrinë e përbashkët, e cila rregullisht komandoi nga slavët. Kështu qysh në fillim të vitit 1942, Mihail Sheu formoi çetën e tij me qëllim të mbrojtjes së kauzës së Bashkimit Kombëtar. Kësaj ftesi u përgjigjen burrat më të mirë e të urtë, tek të cilët nuk mungonte ideali, e ku në mesin e më të dalluarve do të ishin Mihail Mehmeti, Begzat Vuli, Dervish Lokaçi, Medin Letniku, Hasan Saliu, Recep Hasani, Demir Lena, Nefrus Çeliku, Latif Dervishi, Ali Begu, Shefki Jagodini, Nureddin Elezi, Halim Sali Rexha, Sulejman Sadiku e të tjerë. Pra, Kërçova, e cila në shekullin e 20 u sunduan nga elementi slav e që ndiqte politikën sërbëmadhe, ka përjetuar tragjedi të përgjakshme. Në veçanti shqiptarët ndaj të cilëve janë përdorur metodat më barbare si pastrimi në masë, masakrimi familjar, toga e djegur, ekzekutimi kolektiv, dëbimi masiv si dhe metodat të tjera, e të cilat në thelb kishin qëllimin që kjo pjesë e Ilirisë lashtë të bëhet pronë e tyre. Likuidimet e banorëve shqiptar pas përfundimit të luftës së dytë botërore, konkretisht në vjeshtën e vitit 1944 nga partizanët, ende janë të freskëta. Partizanët, për të treguar egërsinë e tyre si dhe urrejtjen që kishin ndaj shqiptarëve, edhe pse proklamoheshin si popullor dhe me ideale bashkëtese, fitoren e manifestonin me pushkatime të banorëve shqiptar.
Me të hyrë në për fshatra shqiptar, ata do të nisnin pushkatimet në për vembanimet të ndryshme, si që është rasti në fshatin Berikov, Shitov, Prem, Kaleshe, Novosel, Garan, Lapkindol, Greshnis, Tuhin, Harangjell, Kolibar, Zajas, Sërbic, Kollare, Drogomisht, vembanime ku do të derdhej gjaku i pafajshëm dhe i fëmijëve grave, ku numrimi i përgjithshëm i të vrarëve shqiptar të varrosur në disa vareza masive arrin deri në 400 me pretekstin se kanë qenë pjesëtar të ballit kombëtar pa kursyer edhe fëmijë të vegjël, si dhe do të bënin një plaçkitje dhe reprezalje mbi gra e fëmijë, e ku shumica nga burrat e pa ekzekutuar do të arrestoheshin e dënoheshin deri në burgime të përjetshme. Situate e cila shumë familje do të detyronte të mendojnë braktisjen e vendit të tyre shekullor nga frika e kmarrjes e cila do të vinte nga pushteti komunist që parullën e bashkëtesës do ta kthente në një luftë pa princip të shqiptarëve me qëllimin e vetëm dëbimin e tyre nga trojet tona shekullore. Pavarësisht elementit pozitiv që u përfshin në strukturat shtetërore të asaj kohe, duke qenë edhe përfaqësues të popullatës sonë të zgjedhur si deputet, përfaqësues apo kuandro të larta, vullneti i cilëve për të mbrojtur e avancuar çështjen tonë nuk mjaftonte as nga këto e as nga të tjerë funksionarë shqiptar të kohës, të cilët të survejuar nga shërbimet e atëhershme më vonë do të diferencoheshin e të tjerë më dalluar në veprimtari do të arrestoheshin e përdigjeshin. Kështu në rrethanat e krijuara dhe nga presioni pas luftës nga Kërçova vetëm drejt Turqisë deri në vitin 1957 do të shpërnguleshin përgjithmonë jo më pak se 600 familje. Pas shpërnguljes edhe burgimeve të para, sistemi i dhunës për të krijuar pasiguri dhe për të mbajtur panikun e përhershëm do të fillojë të godas pak atë kuadër shqiptar i krijuar me shumë sakrificë. Metoda tjera të pushtetit të cilat përdorte për të nështruar popullatën shqiptare përveç mohimit të gjuhës, përdorimit të simboleve tona, të shkollimit në gjuhën shqipe, mungesës së punësimit e cila shoqëroi me presione terror psikologjik për t'u larguar jashtë vendit, ndaj shqiptarëve më vonë u paraqiten edhe masat e diferencimit ideo-politik, të cilat detyronin pak kuadër që kishim o të heshtin ose të largoheshin jashtë vendlindjes. Por pavarësisht masave shtrënguese, në mesin e kërçovarëve do të kishte veprimtar, të cilët do të vendosin veten në shërbim të kauzës sonë kombëtare. Shpërthimi i demonstratave në Prishtinë organizuar nga grupe të ndryshme ilegale, kryesisht të përbëra nga studentë, intelektualë dhe adhetar të devotshëm, do të shtrojë nevojën e organizimit dhe në vise tjera shqiptare. Atë kohë në Kosovë studionin një numër i konsiderueshëm i studentëve kërçovar, të cilat në mënyrë aktive u kyçën në demonstratat e organizuara për avancimin e statusit të tyre. Ndaj studentëve dhe intelektualëve shqiptar do të merren masa të ashpra. Studentët kërçovar, pjesëmarrës në demonstratat e Kosovës, posa ktheheshin në vendlindje detyrimisht dënoheshin me kundërvajtje me nga 2 muaj burg. Një mas tjetër kundër shqiptarëve ishte edhe diferencimi i kuadrit shqiptar në të gjitha sferat e jetës. Kishte të atill që largoheshin nga puna, merreshin në hetime apo shpalleshin si të padëshiruar nga shteti, qoftë edhe nëse ju gjendej një kaset me këngë patriotike, apo nëse në dasmën e tyre do të këndoheshin këngë me motive të ngjashme. Kështu diferencimi kapi një mas të gjerë, saqë në një afat të shkurtër kohor shumë shkolla ngelen pa kuadër. Në fillim të viteve 90-ta, kur fillon dhe fundi i Jugosllavisë, në Kërçov kishte adhetarë veprimtar të cilët nuk i besuan se do të jetë pluralizmi politik ai që do të vendoste barazinë apo lirinë e munguar për shqiptarët. Duke qenë disa herë arrestuar Beqir Limani, me sa duket nga shërbimet sekrete ishte vendosur që ky veprimtar i pabindur ndaj regjimeve slave do të ishte më mirë të ekzekutojë se sa të burgoset. Kështu dora vrastare e pushtetit të ri Slavo-Maqedonas që premtonte respektimin e normave ndërkombëtare të lirive dhe të drejtave të njerëzit, do të vriste këta adhetar vetëm se kërkonte që të përfundojë robëria për popullin e tij. Kështu në datë 18 shtator të vitit 1998, i rrethuar nga forcat mëdha policore, pa u paralajmëruar në kohën që do të ofrohej në dritare për të parë rrethimin që ishte bërë shtëpisë së tij, papritmas do të qellojë për të rënë ai dhe për të ngritur të tjerë, rënje e cila do të ngritej më pas një revolucion, si dhe dignitetin e nëpërkëmbur të popullit tonë.
Rënja e sistemit monis dhe shpërbërja e Federatës Jugoslave për shqiptarët bashkë me ardhjen e pluralizmit politik do të rriste shpresën se edhe brenda ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë do të arrijnë të drejtat kombëtare të shqiptarëve. Por fatkeqësisht, pavarësisht të krijimit të subjektit të parë politik i quajtur Partia për Prosperitet Demokratik, ky subjekt që do të përfaqësonte dhe mbronte interesat e shqiptarëve. Kopforcia, por edhe ideja që ky shtet ju takon atyre, pra maqedonasve dhe të tjerët duhet të ngelen sërish shërtor të sistemeve politike, do të vazhdonin politika diskriminuese nga regjimi i ri slavo-maqedonas, të cilat mbartnin një mentalitet të kohës së Federatës Jugoslave duke ushqyer dhe një urrëtie patologjike gati të pashërueshme ndaj elementit shqiptar. Vite të shoqëruara me shumë përplasje të mëdha, por edhe lëvizje politike të rëndësishme për shqiptar. Ishte koha kur në Kosovë ushtroi terror mbi shqiptarët nga Serbia, kur në shtetin e sapo lindur e i quajtur Maqedoni shërbimet e UDB ishin prezente. Pra ishte një kohë pa kohë, ishin vitet e shpresës së madh, por edhe mungesës së eksperiencës politike. Dhe pavarësisht rënje ngritjeve të forta që përjetonin shqiptarët, ato sërish disi u përshtatën faktorit kohë. Kështu në një situatë kur Shqipëria ishte e rënduar tej mase nga izolimi gjysmë shekullore ku Kosova përjetonte pushtimin e regjimit të Miloševićit, shqiptarët në Maqedoni të detyruar nga faktorët e lartë përmendur do të kërkonin nëpërmjet rrugës demokratike, por jo pa pasoja të mundshme një autonomi politike, nëpërmjet realizimit të një referendumi gjysmë ilegal ku pjesëmarrja e shqiptarëve do të ishte plebiscitare, vullnet nëpërmjet të cilit do të shprehnin duke investuar në kapitalin më të madh politik të tyre ku përcaktuan për themelimin e Republikës së Iliridës. Regjimi i kohës jo vetëm që nuk lejonte hapjen e Universitetit të Tetovës që u themelua në 19 dhjetor të vitit të 1994, por kur regjimi politik slavo-maqedonas do të përpiqej të praktikonte metodat e dikurshme të regjimit jugosllav, duke përndjekur pedagog, student e arsimdashës të ndryshëm, të cilët nuk do të ishin të pak nga Kërçova, si nga ato që do të jepnin kontribute financiare, po ashtu edhe nga pjesa e botës intelektuale. Paralelisht, me dhënien e kontributit për hapjen e Universitetit të Tetovës, kërçovarët do të ndërmerrnin iniciativë kundër një padrejtësie elementare që ju ndodhte fëmijëve të tyre e të cilëve nuk ju lejoi vazhdimi i shkollimit të mesëm në gjuhën shqipe. Kështu në datë 14 tetor të vitit 1991, në lokalet e shkollës së fshatit Llapkindoll në praninë e një numri të madh qytetarësh u themelua shkolla e mesme Drita, e cila do të hapej për të vazhduar nxënësit shqiptar shkollimin e mesëm në gjuhën e tyre amtare. Institucion arsimor, i cili do të vetë financojë deri në legalizimin e saj nga qytetarët tanë, kryesisht nga bota e mërgatës, e që duhet theksuar se në atë kohë kishte mbështetje mbar popullore dhe nga gjithë strukturat politike dhe funksionarët e zgjedhur që përfaqësonin popullatën tonë si në organet vendore, po ashtu dhe në ato qendrore. Një veprim të ngjashëm në vitin 1992 kërçovarët ndërmorën edhe në fshatin Baçisht, ku mësimi që ndiqej në gjuhën maqedonase u zaventësua me hapjen e paraleleve në gjuhën shqipe. E gjitha kjo fal një vendosmërie të çelik nga popullata e fshatit Baçisht, e cila gjithashtu fuqishëm u mbështet nga mbar popullata shqiptare nga Kërçova, çka janë disa dëshmi se kërçovarët gjithnjë e kanë vlerësuar dhe kanë sakrifikuar për të arsimuar në gjuhën e tyre amtare. Shqiptarët kanë një histori të përbashkët edhe pse janë të ndarë me forcë. Shpërthimi i luftës çlirimtare në Kosovë gjatë vitit 1999 vuri të gjitha forcat shqiptare në lëvizje. Ishte koha e luftës e cila kërkonte mobilizim mbar popullor. Përveç disa eksponentëve kërçovar të lidhur drejt për drejt me organizimin e luftës Kosovë, edhe në qytetin tonë u vendos në shërbim me gjithë popullata për t'u ardhur të ndihmë fëmijëve, grave, pleqve të ikur nga lufta. Pas shumë proceseve të montuara të vrasjeve, burgosjeve, vjedhjeve, marrjes së tarifave doganore dhe zhvillimit diskriminimit në çdo pore të jetës për shqiptarët, e si rrjedhoje vuajtjeve shumëvjeçare, ndëshkimeve arbitrare dhe privimit të drejtës për arsim të lartë siç ishte UT. Dhe së fundi lëshimi fletaresti ndërkombëtar nga gjykata e shtetit Maqedonas ndaj ideologu dhe mbarësit të organizimit të lëvizjes në ilegalitet ndaj Fazli Veliut. Do të vendosin strukturat e lëvizjes përballë përgjegjësisë morale që edhe në këtë pjesë të tokës shqiptare, ashtu sikur se ndodhi organizimi luftarak në Kosovë në luginën e Preshevës, të fillonin revolucionin e armatosur ndaj strukturave shtetërore të asaj kohe, nga të cilat do të kërkojë respektimin të drejtave kombëtare të shqiptarëve autokton. Do të ishte 3 mars i vitit 2001, dita kur kryengrisi shqiptar do të vrisnin 3 policë me uniformë, një veprim që njëherësh tregonte se edhe kupa shpërthyese e lavës përvaluese të vulkanit ishte stërmbushur.
Mbase kryengrisi shqiptar ishin lodhur duke humbur bi dhe bia në emër të ruajtjes së paqes e ku në krye të këtij revolucioni do të qëndronte Ali Ahmeti, i cili bazuar në një veprimtari të ngjeshur që në vitin 1981, ku drejtonte organizatën Kalaja, udhëhiqte sektorin e rëndësisë së veçantë në LPK. Me detyra tepër të rëndësishme gjatë kohës së luftës në Kosovë do t'i jepej përgjegjësia që të kryesonte tani më revolucionin e armatosur dhe në vendin të cilit i përkiste e i cili i rrethuar nga shumë patriot, bashkëveprimtar dhe mbështetur nga tërë populli shqiptar do të përmbyste kushtetueshmërinë e shtetit Maqedonas, duke arritur një marrëveshje e cila do të konsiderohej si kompromis i kohës, i quajtur marrëveshja e Ohrit, e cila do të arrije dhe realizohej me praninë e faktorit ndërkombëtar. Gjatë kësaj lufte nuk ishte se si të mungonte prania e trimave kërçëvar të cilët do t'i bashkoheshin këtij revolucioni, jo vetëm se në krye të saj qëndronte një nga bitë e Zajazit legjendar, por se në ndjenjat e tyre ishin ushqyer ideale që në fëmijëri, ku në mesin e luftëtarëve të lirisë do të gjendej veprimtar i shquar dekada me radhë Musa Demiri me dy djemtë e tij Recepin e çlirimin. Gafur Zendeli, Fetia Bazi, Atip Alimi, Aqif Mediu, Adem Karaga, Fatmir Dehari, Sheval Çeku, Qerim Halili, Enver Ripqja, Fadil Basha, Imer Tika, Refat Jusufi, Adil Neziri, Isuf Bajrami, Kurtish Kurtishi, Fluturim Saliu, Rahim Arslani, Shaziman Ballazhi, deri tek plaku 70 vjeçari i njohur me novkën askeri Ramazan Bajrami së bashku me nipin e tij Lirin Bajramin. Do të ishin luftëtarët e ushtrisë më të re shqiptare, emërtuar Ushtria Çlirimtare Kombëtare. Forcë e cila do të ndërkombëtarizonte çështjen e shqiptarëve në Maqedoni duke bërë pjesë të marrëveshjes tre faktorë të rëndësishëm ndërkombëtar siç është NATO, BE dhe SBA, duke kthyer kështu edhe dinjitetin e nëpërkëmbur të kombit shqiptar nga regjimet e ndryshme, përfshirë dhe regjimin e fundit diskriminues të shqiptarëve, i cili tërbuar nga disfata ushtarako-politike në shenjë hakmarrje forcat e errta policore të këtij shteti në prag të kapitulimit politik. Do të rëmbenin veprimtarin e shquar Uzdi Veliun, të cilin do ta kidnaponin e zhduknin duke asgjësuar atë, por jo edhe idealet të cilat vazhdojnë të jenë prezente tek djali i tij dhe në mesin e gjakut të çdo të riu shqiptar. Shpresat se ardhmja e kombit shqiptar për të jetuar të bashkuar me dinjitet në 100 vjetorin e pavarësisë ishte më e madhe se në çdo periudhë të historisë sonë kombëtare. Festa e madhe 100 vjetorit të pavarësisë do të fillonte me tubimin kryesor që do të mbajë në Shkup, në të cilin pjesëmarrës do të ishin dy kryeministrat e dy shteteve shqiptare, si Sali Berisha e Hashim Thaçi, e të cilët do të mirëpriteshin nga lideri politik i shqiptarëve të Maqedonisë Ali Ahmeti nga Zajazi i Kërçovës. Nga ky moment, festa kishte filluar në çdo pllëm të tokës shqiptare dhe në çdo cep të botës atje ku ndodheshin shqiptarët. Flamuri ynë kombëtar do të ngrihej për të valuar në shenjë paralajmërimi se Kërçova do të jetë e jona në çdo bashkësi lokale Tuskanës së Lashtë. Festa sa vinte e shtoi, nga jashtë vendi do të vinte një pjesë e madhe e mërgatës për të festuar. Ashtu si në çdo qytet shqiptar dhe në Kërçov më 28 nëntor do të kishte festë. Për këtë ditë ishte kujdes SHVL-UÇK së bashku me Unionin e Shoqatave Kërçovare të tubuara në ombrellën e qendresës, të cilët do të organizonin shumë manifestime kulturore e sportive. Kjo është një ndër ditët më të rëndësishme dhe ndër më të rëndësishme të rilindjes sonë kombëtare në gjithë historinë tonë. Liria arritur është vlera jonë dhe pasuria më e çmore e shoqërisë tonë, e cila nuk falet e as dhurohet, por fitohet me shumë punë, përpjekje, gjak dhe vuajtje brezash. Në këtë ditë të shënuar, i përkulemi me nderimet më të larta të gjithë atyre të cilët të flijuan vetëm për lirinë dhe pavarësinë e dheut tonë, do të shprehej kryetari i javës kulturore Fatmir Limani. Festa e madhe e pavarësisë ishte kthyer pra në një ditë peligrinazhi për të gjitha ato patriotë dhe dashës e idealistë që e duan dhe nderojnë tokën tonë, por ajo që kudo shihej ishte zyrtare, prezente në çdo zyrë, shesh, qyteti e në sende personale të shumë shqiptarëve, e që do të prekte shumë zemra dhe mendjet qytetarëve shqiptar, do të ishte logoja e pavarësisë, e cila i takonte talentit e piktorit ton kërçovar Zeni Ballazhit. Adhetarët tanë nuk kanë pushuar së vepruari, me pende, me pushk brenda jashtë vendit. Kërçovas do kishte emrin që ka, pa veprën e rreth 800 martirëve dhe dëshmorëve të rënë në një periudhë në më pak se 100 vjeçare. Të rreth 600 familjeve të shpërngulura me dhunë nga koha e mbretërisë serbe e rreth 130 veprimtarëve të arrestuar, të burgosur e përndjekur nga UDB Jugoslave dhe shteti Slavo-Maqedonasve në 10 vjeçarin e parë të ekzistencës së tij. Pa kontributin e jashtëzakonshëm të botës së mërgatës, të adhetarëve dhe intelektualëve të shquar, por edhe të popullit ton bujare me ndjenja të veçanta dhe dashurie.
ku Kërçovën tonë brenda botës shqiptare bëjnë unikate të pashoqpër nga rezistenca, trimëria dhe dashuria që kemi ushqyer për tokën dhe vatrat e trashëguara nga të parët tanë. Por ajo që me plot siguri theksojmë është fakti se tani më ne përfaqësohemi me shumë personalitete të dalluara e shumë të tjerë për vite që vijnë pritet të jenë armata e njerëzve të ditur nga Kërçova jonë. Personalitete e kuadro që veprojnë anë e kënd botës, ku vendosja e kontaktit me këto kuadro duhet të jetë prioriteti politikave tona, ku bashkë me eksperiencën e tyre do të mund të thithim në vendlindje investitor të ndryshëm, apo projekte të cilat mund të na vinë si ndihmë nga ky kontingjent i profesionistëve të fushave të ndryshme, pse jo edhe kuadro që të nesërmen mund të jenë pjesë e qeverisjes në vendin tonë, e të cilët me plot përkushtim do të dinë me dinjitet të përfaqësojnë veten, familjen e të drejtojnë perspektivën e shoqërisë jo vetëm kërçovare, por mbar shqiptare, janë plejada që ne kërçovarëve na bëjnë të ndjehemi krenar. Funksionimi i shumë ndërmarrjeve në veprimtari të ndryshme në qytetin tonë, përveç se kanë qenë promotori vetëm në zhvillimin ekonomik e në mbajtjen gjallë të shumë veprimtarive të ndryshme kulturoro-sportive e shoqërore, suksesi i tyre flet edhe për një tregues tjetër i cili në vete mbart një mesazh të fuqishëm, e i cili lidhet me personat që në radh të parë duan vendin e tyre, e që kanë gatishmërinë e përballjes edhe me vështirësi që ka krijuar pushteti kohë pas kohe, por që ato kanë qenë një dëshmi e gjallë se edhe në vendinjen tonë për njerëzit e suksesshëm nuk mungon perspektiva e krijimit mirëqenies, një argument i cili duhet të vlejë sot për kuadrot e reja aq më shumë kur komuna drejtohet nga kryetari i ynë, si dhe për një pjesë të njerëzve tanë që kanë krijuar kapital jashtë e që vazhdojnë ta kenë dhe unë si pjesë të pandarë të tyre që të vinë për të investuar në tokën ku lindën e ku ju prejnë neshtrat e të parve. Sepse të arriturat në shumë sferat jetës sonë të përditshme mbajnë vulën e ndërmarrjeve tona, ku pa mbështetjen financiare të afarizëve kërçovar, vështirë se do të mund të mbanim gjallë në kohë të vështira mediat tona lokale, aktivitetet e ndryshme kulturore, sportive, teatrin e shumë familje të cilat të primet punësimit të pjesëtarëve të tyre ju kanë mbjetuar situatave të ndryshme, ku fal punësimit në disa nga ndërmarrjet më të mëdha, të cilat ngelet ju shpreh mirënjohje që nëpërmjet hapjes së vendeve të punës kanë zbutur disi ikjen e të rinjve tanë. Shumë kërçovar kanë ikur larg vendit të tyre, por ato nuk e haruan për asnjë moment vendin e tyre. Ato kanë kontribuar që në kohën e shpalljes së pavarësisë së shtetit tonë deri në fitoren e fundit politike të komunës së Kërçovës. Pa kontributin e mërgatës sonë vështirë do të ishte qëndresa jonë për të ruajtur e shtuar vatrat tona shekullore. Kontributi i tyre është prezent në çdo investim duke përfshirë shtëpitë tona, rrugët, përmirësimin e infrastrukturës dhe mbajtjen gjallë të ekonomisë sonë. Sa ato ushqejnë një dashuri të veçantë të pashoq për vendlindjen e tyre, dëshmuan me dyndjen që organizuan në ardhjen për të hedhur nga një voçë nga Amerika e Largët e deri në çdo shtet të Evropës ku aty jetonin kërçovar, e ku në mobilizimin e tyre rol të rëndësishëm kanë luajtur edhe shoqatat si Motra Kërçovare. Duke filluar nga ajo e Amerikës shoqata Uskana, e Austrisë shoqata humanitare Kërçova, në Gjermani shoqata folklorike Kërçova, në Itali shoqata Ilirida, në Paris shoqata kulturore Kërçova, si dhe ato lokale që veprojnë në Zvicër e dy më të mëdhaja, si që është shoqata kulturore Kërçova dhe ajo më e vjetra shoqata shqiptare Kërçova. Do të duhet të kalonin plot 72 vite, që nga koha kur në vitin 1941 i emëruar për kryetar të komunës së Kërçovës do të ishte Ahmet Haxhi Sadiku, që kërçovarët të ushqenin shpresë duke duruar mbi shpinë shumë presione, diskriminime të natyrave të ndryshme, për ndjekjes që u bëhe shumë veprimtarëve dhe atletashësve nga regjimet slave, e që të vinte dita kur i gjithë ai investim, përkushtim, dhënie jetësh, ikje të shumë gjaku jashtë vatrave të tyre, të mund të kthej në një triumf dhe kapital të madh politik, si që ishte projekti fitores së komunës Kërçovës. Vullneti pathyeshëm nuk do të ndalonte mobilizimin e të gjithë masave dhe shtresave shoqërore. Kontributi më i madh vendimtar etik në fitoren e këtij projekti do të ishte ardhja e botës së mërgatës sonë, të cilët do të zbarkonin me aeroplane duke ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbar Europa e Perëndimore për hedhjen e votës për kandidatin e tyre Fatmir Deharin, i cili do të shpallej si kandidati vetëm shqiptar i cilësuar si më meritor nga autoriteti padiskutueshëm i liderit të BDI-s Ali Ahmeti. Kështu, bota e mërgatës që ishte vendimtare në fitoren e betejës politike për komunën e Kërçovës, nuk do të kursenin as parat e as humbjen e vendeve të punës. Për to,
E rëndësishme ishte Kërçova, për të cilën ishte derdhur gjak sakrificë e mund shekullor. Kështu në fillimin e pranverës të vitit të 2013 në datë 24 mars, do të shpërthente në një emocion triumfues ndjenja e cila do të mbretëronte në çdo familje, rrugë dhe në sheshin e qytetit tonë të lashtë, e ku kryetari i arshëm dhe i pari zgjedhur nëpërmjet votës i komunës Kërçovës do të ishte biri i tyre Fatmir Dehari, ku nën qeverisjen e tij 4 vjeçare, qyteti dhe vetë banimet tona do të njohin zhvillim në çdo sferë të jetës, sa nuk e kanë parë shqiptarët dekada me radhë në të kaluarën e tyre. Aspekti infrastrukturës, sportit, aktiviteteve kulturore, përkushtimit për të patur një qeverisje sa më efektive, e cila lidhet me lehtësimin që ka krijuar administrata në shërbimin ndaj qytetarëve, mbështetje e cila nuk ju ka munguar nismave që kanë qenë brenda hapësirave ligjore për ndobi të vetbanimeve dhe popullatës sonë, e si rrjedhoi e saj, nuk ka munguar edhe rritja e të punësuarve në institucionet e pushtetit vendor, kanë bërë që për herë të parë komunën e Kërçovës qenja jon ta ndjejë se është e tyre edhe në shërbim të nevojave tona. E gjitha kjo, padyshim është e meritë e qytetarëve tanë që mbështetën fuqishëm atë moment historik të fitores, mërgatës sonë, si dhe subjekteve tona, veprim i cili duhet të merret në konsiderat e në të ardhmen të kthehet në një bashkëpunim reciprok e në një qeverisje të përbashkët, me idenë që të pasqyrohet një realitet mbi të cilën arrit rezultati, e gjë të thotë se në këtë betejë, ashtu sikurse jemi të gjithë kontributor edhe në qeverisje, të jemi së bashku bashkautor të saj. Një 100 vjetori i pavarësisë të shtetit tam, triumfalisht solli në jetë shtetin e dytë të shqiptarëve, atë të Kosovës, hapjen e rrugës të barazisë nacionale të shqiptarëve në Maqedoni përmes marrëveshjes së Ohrit, ndërkombëtarizimin e çështjes të shqiptarëve të Luginës Preshevës, momente historike, të cilat me vete tërhoqën hapjen e mbarë të suksesit tjetër kombëtar, në veçanti për ne shqiptarët e Kërçovës, ku viti 2013 do na rikthente shpresën e jetesës në qytetin tonë pas një diskriminimi gati shekullor, rrezet drite të cilat shkëlqyen në horizont, bashkë me fitoren e betejës politike, ku komuna e Kërçovës pas 70 vitesh do të drejtohet nga një kryetar shqiptar. Shpresa se bashkë me ardhjen e kryetarit shqiptar në krye të institucionit të komunës se do të ndërpritet diskriminimi ndaj shqiptarëve në nivel lokal, ishte e drejtë dhe arsyeshme për komunitetin tonë, sepse bashkë me qeverisjen e drejtuar komuna nga qenja jonë, ajo dha rezultatet e para jo vetëm në rregullimin e infrastrukturës, por edhe në fusha tjera, ku për shqiptarët më parë mbështetja institucionale nuk ekzistonte, si që është sporti, kultura, arsimi, punësimi, biznesi lokal, çështjet sociale, shërbimi administrativ e një sër problematikash tjera, ku për qytetarin shqiptar në të kaluarën ishin të parritshme, ndërkohë që tani këto rezultate po shijojnë dhe janë të prekshme prej gjithë secilit. Veprime të cilat do të vlenin si argumenta bindëse për qytetarët tanë, e ku nuk kishte se si këto të arritura mos gëzonin edhe botën e mërgatës, ku të dy këtyre komponentëve ju erdhë në ndihmë dhe pjekurie dy subjekteve opozitare si që është Aleanca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, të cilat nuk nxorën kandidatë për kryetar, e ku uniteti i krijuar rreth të vetmes kandidaturë që ishte e Fatmir Deharit, si një kuadër i partisë më të madhe të BDI-s dhe si një kryetar në mandatin e parë i cilësuar e karakterizuar nga suksese të cilat qyteti ynë nuk i kishte ndjerë dekada me radhë, mori mbështetjen e fuqishme nga popullata jonë, e cila filloi mobilizimin nga shoqatat e tyre që veprojnë në Perëndim e Amerikë, nga sektori civil edhe të gjitha shtresat tjera popullore, të cilat duke u vendos interesin atletar mbi inatet personale dhe siglën partijake, mbështetën kandidatin shqiptar në vot, e cila risolli fitoren e komunës Kërçovës për të drejtuar nga kryetar shqiptar për dytin mandat me radhë, nëpërmjet së cilës figurativisht u ngrit edhe shtylla e dytë e triumfit mbi fortesën e kalas son shekullor. Kështu, 15 tetori vitit 2017, solli fitoren e dytë me radhë që i dedikohet në radhë të parë mërgatës son, e cila sa herë ka patur nevojë vendlinja, ato janë përgjigjur kushtrimit të atdheut, e më pas qytetarëve që jetojnë në këtë qytet, të rinjve në veçanti, ku mandati i dytë duhet t'ju dedikohet atyre, duke projektuar një strategji për ndërprerjen e ikjes së gjakut tonë të ri drejt botës së jashtme. Pra, në të ardhmen Kërçova nuk ka nevojë për rrugë e zhvillim të infrastrukturës, sa ajo ka nevojë të rilind duke ju krijuar hapësirë të nevojshme kuadrove të mirëfillta, asaj që sot njerëzimi e cilëson si pasurinë më të madhe e që është kapitali i burimeve njerëzore. Sepse mbi të gjitha, uskana jone lashtë,
e cila u rezistoi fortunave shekullore, sot ka detyrim që rrugët e boshatisura nga braktisja e të rinjve t'i kthejë në rrugë të mbushura me njerëz. Betejë e radhës është sfida që na paraqet ikja e cila duhet luftuar nëpërmjet ndërtimit të një strategjie, fenomen i cili duhet luftuar me ide e mjete konkrete, nëpërmjet të cilave të zhvillojmë investimet në mikroekonomi, në ngritjen e ndërmarrjeve të vogla prodhuese, në zhvillimin e mjektorisë e bujqësisë, në bërjen e projekteve të studiuara mirë nga të cilat do të thithim investime nga bota e mëgatës apo kompani të jashtme. Fitoria e shumë kërkuar dhe e merituar u arrit. Tani ajo që duhet të ketë në konsiderat kryetari i komunës Fatmir Dari është që nga dita e parë e marrjes së mandatit të dytë, të mendoj se në krye të kësaj detyre është si rrethojë një dashuri të madhe që shqiptarët kanë për vendin e tyre e jo për partitë tona. E vetëm si të tillë duhet ta trajtojmë fitoren mbi të cilën, po me atë pasion, duhet të drejtohet timoni i qeverisjes, ku destinacion të ketë vazhdimsinë e qeverisjes të Kërçovës nga qenia jonë edhe pas vitit 2021. Argumentat, dëshmitë dhe arsyet flasin se pritshmëritë do të jenë në përputhje me dashurinë që ushqejnë ndërpreza shqiptarët që Kërçovën për ta patur tonën, ashtu sikurse e duam të frymoj gjithnjë në përputhje me ligjin e natyrës, e cila që në fillesat e para të popullimit të saj në këtë pjesë të tokës deshi që zotër të saj të jemi ne shqiptarët. Vendlindja jonë, gjëja më e shtrenjtë, vendi ku lindëm e urritëm, ku morëm mësimet e familjes, ku jetuam gëzimet dhe hidhrimet tona. Aty u formuam, hodhëm hapat e parë dhe nisëm rrugën e jetës. Është kjo tokë, këta gur e drur që në çdo moment na kujtojnë origjinën tonë. Lavdia e të parëve është dritë për pasardhësit. E kur jemi te vendlindja, të cilësojmë si një nga gjërat më të shtrenjta në jetën tonë. Pra ajo është një memorje e udhërrëfyes për të gjithë ne, kudo që jetojmë e punojmë. Është ajo që na nxit me shumë krenarin, por edhe përgjegjësinë ndaj saj, ku detyrimi ynë është që ta mbajmë gjithnjë në duar këtë betare të adhetarizmit tonë, e cila gjatë viteve në qeverisjen e qenies son u shndrua si asnjëherë më parë, si një votër nga ku rezatojnë ngrohtësi për vendbanimet tona në çdo fushë të jetës son. Duke funksionuar në një shtrirje institucionale të aspektit horizontal e vertikal, si dhe në një sistematizim të ri që ndërmori kryetari komunës Fatmir Dehari në harkun kohor 2013-2017. Shërbimet e komunës son patën rezultate në disa sfera të jetës, duke organizuar nga Këshilli i Komunës, sektori sekretarit të komunës, sektori për përgatitjen e punës së Këshillit Komunal, sektori për marrëdhënien me diasporën dhe publikun, sektori për marrëdhënie me organizatat jo qeveritare dhe shoqatat e fondacione qytetare, sektori për arsim, kulturë, sport, shëndetësi, aspekti social dhe për kujdesit për fëmijë, sektori financës, sektori kontrollit të buxhetit, sektori tatimeve dhe të hyrave, sektori për urbanizëm dhe planifikimit hapësinor, sektori planifikimi zhvillimor lokal, sektori komunal për infrastrukturë dhe komunikacion, njësia e zjarfiksve, duke ardhur deri te ndërmarrja pastruese, janë shërbimet e komunës son, e cila me shumë përkushtim, profesionalizëm e mbi gjitha me një dashuri ndaj institucionit që i takojnë, i kanë shërbyer me dashamirësi popullatës, duke vendosur veten gjithnjë në shërbim të nevojave të qytetarit, duke përmirësuar ndjeshëm infrastrukturën në çdo vendbanim, si dhe duke investuar në çdo fushë të jetës, duke filluar nga aspekti kulturor, arsimor, ai sportive deri te mbështetja që nuk ju ka munguar kategorive të ndryshme sociale. Do të ishte filozofia dhe koncepti i qeverisë i munguar deri përpara 4 vitesh për popullatën tonë dhe një institucion i cili për qenien tonë ka qenë gati inekzistent, krahasuar me të arriturat dhe shërbimet që prekin sot qytetarët tanë, të cilët për herë të parë në historinë e tyre e ndjejnë si të vetën institucionin e komunës së Kërçovës. Në qytet ka disa ndërmarrje të vogla prodhimi, por ka dhe kompani ndërtimi të fuqishme, si ku ndërka shumë lokale afariste apo restorante editore, si dhe për organizime dasmash. Për ndryshe në rajonin ton ka punishte për përpunimin dhe grumbullimin e qumshtit, punishte për tekstil, për prodhimin e bukës dhe brumrave tjerë, të betonit, gurthyese, të përpunimit të drurit dhe së shpejti pritet të ketë edhe investime në fushën industriale. Investitorët pas fitores së vitit 2013 janë më shumë vendas, por kemi edhe nga ato që kanë ardhur nga mërgata, si edhe nga kompani të jashtme, ku vlen të përmendet një investim amerikan i cili merret me prodhimin e disa prej pajisjeve për vetura. Ajo që ekziston në platformën për qeverisjen e radhës në programin drejtuar nga kryetari Dehari është dhënia prioriteti zhvillimit ekonomik lokal, ngritja e iniciativave për të zhvilluar disa resorse të cilat janë dhuratë e natyrës,
siç është zhvillimi i bujqësisë, blegtorisë, pylltarisë dhe shfrytëzimi i pasurisë nëntoksore, e cila është e pasur me shumë elemente mineralesh. Përndryshe në Kërçov, ndër qytetet e ralla në qeverisjen e periudhës 2013-2017 ka filluar të realizohet, e që se kanë edhe qytetet më të mëdha siç është impjanti i pastrimit të ujrave të zeza, investim i cili ka vlerën e 10 milion eurove. Gjithashtu në këtë harë kohor janë realizuar investime në rregullimin dhe përmirësimin e infrastrukturës me një vlerë rreth 12 milion euro, ku vlen të theksohet rregullimi me ndriçim dhe mbjellje pemësh i segmentit regional në hyrje nga Shkupi deri në përfundim të daljes nga qyteti, rruga për në Ohër. Bulevardi i qytetit me të gjitha parametrat bashkëkohore është një investim tjetër i cili jep një imazh shumë bashkëkohor, por edhe madhështor për qytetin tonë. Rruga 11 shtatori është një segment tjetër shumë i rëndësishëm rrugor i cili fillon nga stacioni policor e përfundon te kazerma e qytetit, i përmbyllur me të gjitha standardet evropiane. Pa na shkaluar këtu edhe riparimin e rrugëve të qytetit të vjetër apo të atyre në përvembanimet rurale ku duhet veçuar asfaltimi i rrugës që të shpije deri në fshatin Qaf. Gjithashtu nuk mungon edhe rehabilitimi i kalasës së qytetit për të cilën ekziston një projekt nëpërmjet të cilit kjo kuror, e cila i qëndron mbi kokë qytetit tonë, do të kthehet në një vend çlodhës, relaksues dhe argëtues për të gjitha moshat tona. Një arritur tjetër në qeverisjen drejtuar nga kryetari ynë shqiptar është kthimi në pronësinë e komunës ish objekti i ushtrisë jugoslave, ndërtesë e cila në mandatin e radhës do të kthehet në selinë e re të komunës sonë, ku hapësirat për punë janë të pafundme, infrastrukturë në të cilën bashkë me rritjen e dinjitetit nëpërmjet prezantimit të një godine prestigjioze do të shtohet edhe kapaciteti punës nga administrata e saj. Pavarësisht vështirësive të cilat lidhen me mungesën e kompetencave të cilat i mungojnë pushtetit vendor, sërish ka qenë komuna ajo që këto vite ka mbajtur gjallë frymën e zhvillimit kulturor dhe ka pasuruar me shumë aktivitete jetën kulturore në qytetin tonë. Në projekt për të realizuar në një kohë të afërt është ngritja e një kinemaje, të një teatri e shoqërie kulturore artistike e të një qendre kulturore për fëmijë, të cilat janë të parapara që të realizohen shumë shpejt në kuadër të programit që ka komuna për periudhën qeverisë të mandatit tjetër. E ku duhet veçuar se në përfundim të mandatit të parë përfundoi edhe qerdhja e re për fëmijëve, për e cila gjithashtu radhitet në mesin e shumë punëve që janë përfunduar me sukses nga administrimi i komunës sonë, drejtuar për herë të parë nga dora e një kryetari shqiptar. E që një investime të cilat nuk i kemi prekur për dekada me radhë në të kaluarën tonë, që ka qenë tepër diskriminuese për ne shqiptarët. Sporti është një fushë tjetër e cila ka ndjerë dorën e ngrohtë dhe mbështetjen institucionale të komunës, e ku të arriturat janë inkurajuese në favor të klubeve shqiptare. Kështu sot vllazërimi e Zajazi garoi në Ligën e 2 duke pretenduar për të ngjitur në elitën e futbollit vendas, ndërkaq nga ana tjetër Napredoku përballet me ekzistencën e tij. Për tu admiruar gjithashtu janë sukseset e klubit të volejbollit Qitova, e cila luan në Ligën e parë dhe arriti të rëmbejë njëkohësisht 3 kupat, kampion i vendit, Kupën e Maqedonisë dhe Kupën me turneun barkombëtar, dhe këtë vit fal komunës sonë është krijuar edhe ekipi në volejboll për femra. Jo më pak ka spikatur edhe sporte tjera, ku në veçanti bie në sy klubi i Mundjes, i cili fal mbështetjes së Mërgacës dhe komunës sonë vite me radhë po mban turneun e pehlivanave, një traditë e hershme e Mundjes. Po ashtu edhe sporte tjera luftarake të klubeve kërçovare kanë patur shumë suksese fal mbështetjes së pushtetit lokal në garat e tyre që zhvillojnë në vend dhe turneut kombëtar e rajonal. Gjithashtu në qytetin ton prej 2 vitesh është themeluar edhe Liga Komunale në futboll, e cila numëron 12 ekipe. Në Kërçov veprojnë 2 shtëpi mediatike, Gurra, si i pari televizion shqiptar në hapësirat ku jetojmë dhe i vetmi lokal, si dhe TV Uskana, e cila tani është ndruar në një televizion regional me selinat e Tov, ku sinjali i saj depërton nga qyteti ynë deri në Pollog. Që të dyja kanë një veprimtari prej në vitin 1993, duke kontribuar në informimin e popullatës me gjithçka ka ndodhur e ndodh rreth vendlindjes sonë, e ku kontributi këtyre 2 mediave nuk ka munguar edhe në zhvillimin e përgjithshëm kulturor arsimor dhe në ngritjen e emancipimin e shoqërisë sonë në tërësi. Që të 2 mediave nuk ka munguar mbështetja e aspektit financiar në realizimin e këtyre programeve nga pushteti vendor, ku komuna drejtohet nga qenja Jonsi, dhe mbështetja në mënyrë konstante nga bota aferiste, e cila ka qenë burimi vazhdueshëm i ekzistencës së këtyre mediave në qytetin tonë. Nga koha kur u mboll farajon në tokën arbrore, të gjithë gjeneratat u përpoqen ta bëjnë vendlinjen tonë më të bukur. Andaj, kushtrimi i gjakut e sakrificës së tyre, sot e sa tjetë jeta nafton që në emër të interesit madhor t'i lëmanësh inatet, xhelozit e mendimet e kundërta dhe të bashkohemi për të vepruar si një trup i vetëm në mënyrë që mos lëngoj toka e bashkë me të dhe eshtrat e të parëve tanë.
Le të përpiqemi së bashku për ta patur tonën sa të jemi mbi këtë tokë uskanën e lashtë, për ta bërë atë më të bukur, më të pastër, të vazhdojmë ta pasurojmë shpirtrin tonë duke ushqyer kulturën tonë nëpërmjet teatrit, shoqërive kulturo-artistike, klubeve sportive, artit në tërësi dhe zhvillimin e arsimimit në veçanti. Shkëndijat që u ndezën në mërgim ndaj vendlinjës sonë në mars të vitit 2013, e që do të ngeli si viti historik për ne kërçovarët, është detyrim që ato shkëndijat t'i mbajmë ndezur me idenë që t'i kthejmë në një vulkan brenda nesh e ku lavën e saj ta orientojmë drejt fitoreve të radhës në mënyrë që të ngeli edhe Kërçova jon për gjithnjë si pjesë e trungut të pandar shqiptar. Vendlinjen e duam jo se është e madhe apo e vogël, por e duam sepse ajo është e jona, prandaj vendlinja nuk do dashuri të cunguar. Ajo s'duhet të harrohet. Patriotizmi i vërtet i dikujt nuk është ai që kërkohet duke u mburrur në çaste solemne, por ai që çdo ditë e çdo orë kujdeset pa u lodhur për të mirën e përgjithshme. Vendlinja është vetëm një, ashtu sikurse prindrit, jo rastisht poetët tanë vendlinjen e kanë njësuar me prindrit, të cilët herë i këndonin duke u drejtuar me emërtimin më mëdhe, që do të thotë se e krahasonin me nanën, e ko pas kohë me fjalën atë dhe, pra të cilin e krahasonin me të atin apo baban. Kështu, kush nuk e do atë dhe unë, nuk e do as njerëzimin e as vendin ku jeton e vepron. Andaj jo rastisht thuhet se një dimër në atë dhe është më i ëmbël se sa qindra pranvera në dhet huaj. Pra vendlinja është si familja, andaj ato që vërtet e duan atë dhe unë e tyre që ndjejnë obligim ndaj eshtrave të paraardhësve tanë, to kanë emër të tyre i fton për të shëruar lëngatën e saj. E lëngata e saj shërohet duke u kujdesur për të, duke mos e braktisur, duke e kujtuar e duke investuar për të. E ku njëra nga mënyrat më të mira e më të lehta e qasjes ndaj vendlinjes është që të paktën të shlyejmë detyrimin ndaj saj, duke hedhur votën një herë në 4 vjet për kandidatin ton shqiptar, veprim i cili do na lehtësonte ndërgjegjen ton e do na pasuronte shpirtin ndaj detyrimeve të shumta që kemi ndaj asaj toke e eshtrave të cilat prehen në të. Mërgata jon ka treguar gatishmëri duke ardhur në ndihmë vendlinjes son sa herë ajo ka patur nevojë. Ato kanë treguar se vazhdojnë ta duan atë dhe unë si rilindasit dikur, të cilët edhe sot janë frymëzim për të gjithë qenjen tonë. Kështu të bindur se bit e bija të më të mirë i përgjigjen kushtrimit që ju bën atë dheu i tyre që në këtë rast quhet Kërçov, për të gjitha ato që jo vetëm e duan, por dhe punojnë që Kërçova jon të bëhet edhe më e mirë, më e zhvilluar, më e qytetruar e bashkuar, edhe pandar nga qenja jon shqipfolse, ajo pret kontributin e njerëzve të gjakut që ju takon, mbështetje nga i cila gëzohen në shpirtrat e të parëve tanë e të cilët lumturohet sa herë ne kujdesemi dhe kujtojmë vendlinjen tonë. Si rrjedhoje një sakrifice shekullore, në memorialin e gjallë të kujtesës historike, dëshmorët e adheut bashkulltojnë tokë me ne drejt rrugës së bashkimit, fillimisht për ne këtu në Kërçovën e Bashkuar e më pas edhe për një bashkim kombëtar. Aspiratat e dëshmorëve të gjitha kohrave vinë ngarkuar me dashurinë e brezave për të frymëzuar e rigjetur përpjekjet e sotme në mënyrë që të ndërtojmë një të ardhme ashtu sikurse kishin dëshirë të rënët e lirisë. Ti takosh qenje son do të thotë të jesh i mëshiruar me simbolin e himnin tonë, mbi të gjitha me tokën që na e kanë lënë amanet të parët tanë. Ikja dhe frika nga përballja me sfidat e kohës nuk janë pjesë e genit tonë. Këto veti duhet t'i kemi në vetdijen tonë duke i mbartur nga njëra tek gjenerata tjera. Për kufizime morale të cilat duhet t'i kalisim në karakterin tonë për të mos harruar asnjëherë origjinën dhe tokës që i takojmë. Se dashuria ndaj dheut është e kultivuar thellë në vetdijen tonë ndër breza, është fakti i gjithë atij vargu të dëshmorëve, veprimtarëve, martirëve, aktivistëve, intelektualëve, kuadrove të ndryshëm të atyre nga bota letrare e mediatike, nga arsimi e biznesi që përmendëm më lart. E ku pjesë pandare më meritore edhe pse nuk janë të përfshirë me emra të përveçëm të kontributit 100 vjeçar të qenjes son, pa dyshim se janë të gjithë mërgjimtarët që kanë ndërtuar themele në tokën e origjinës së tyre. Të dasmave dhe gëzimeve familjare që vinë të organizojnë në vendlindje, të eshtrave që sjellin për të prehur në tokën e të parëve tanë, të gjithë atyre njerëzve që me sakrificë mbajtën fëmijët dhe familjet e tyre në vendin tonë, duke u marrë me punë bujqësore administrative, duke hapur biznese private për t'u rezistuar kështu triumfalisht problemeve të dekadave të fundit. Beteja me të cilat na ka përballë koha e ku më e vështira ka qenë palëkundshmëria e njerëzve tanë, të cilët mes ikjes nga vendlindja zgjodhen qëndrueshmërinë heroike edhe pse në kushte e rrethana të vështira për të mos braktisur votrat tona shekullore.
Pra, fitoria e komunës së Kërçovës gjithnjë duhet të vijë mes nesh si një mesazh i fuqishëm nga i cili mësojmë se ky triumf qëndron mbi themele shekullore të sakrificës, veprimtarisë, qëndrueshmërisë, sfidave, përpjekjeve, forcës me të cilën karakterizohen jo vetëm emrat e përveçëm që kemi veçuar bazuar në një aktivitet publik, por kjo histori heroike na përball me detyrimin që vjen si rrjedhoje një amaneti nga të rënat, që sa herë të ketë nevojë kjo tokë, ne duhet të gjejmë forcën morale për të bashkuar strukturat politike, organizatat e ndryshme të sektorit civil, shoqatat e mërgatës e brezat e ndryshëm drejt misionit ton kombëtar. Me detyrimin e vetëm që të orientojmë përgjegjësitë e reja në rrugën e lirisë të zhvillimeve kombëtare, me idenë që të ringjallet vullnetin nga i cili do të rrisin filizat e së ardhmes, e ku bashkë me to të bashkuar të gjithë të jemi kontributor në vazhdimsinë e ruajtjes së qenies son, për të qenë në krye të institucioneve të qytetit tonë si një dëshmi se zotër të këtyre trojeve kemi qenë që nga lartësia për të vazhduar derisa vetë jeta të ekzistojë në globin ku jetojmë.